Sa duan, kur shpresa ka çmim. Në Shqipëri kur së muresh, shpresa të mbetet në dorë. Shkon të doktori për të shpëtuar, por kthesh me zemrën cor. Të thënë duhet kjo analiz, duhet ky ilaç, duhet ky trajtim, por askush të jep garanci, askush të premton shpëtim. Sa duan, sa kërkoj, kur përballë kanë një njeri që shet gjithçka për një shpresë, vetëm që të mos humbas njeri. Sa duan, o Zot, sa duan, kur një familje është në hal, për një jetë që po shuhet nadal, për një nën, për një baba. Nuk kërkoj mrekulli, as fjallë që si mbajnë dot. Kërkojmë vetëm pak mëshirë kur një zemër qanë me lot. Ka njerëz që shesin shtëpin për të blerë edhe një shpres. Ka prindër që flenë pa gjumë se s'kan më as një lek në xhep. Dhe kur pyet, a do të shpëtoj, përgjigja mbetet gjithmonë: ne do bëjmë ç'është e mundur, por garanci për jetën s'ka askush. Sa duan, o Zot, sa duan, kur një familje është në hal, për një jetë që po shuhet nadal, për një nën, për një baba. Mos e shihni vetëm si lek, kur përballë keni një shpirt, se ai që hyn në atë derë mund të jetë duke luftuar për ditën e fundit. E nëse s'mund ta shpëtosh, mos ja vrit edhe shpresën. Foli si çdo t'i flisje nënës, kur ta kishe për parave. Se para s'është jeta, para çdo emri është njeri. Dhe kur një familje qanë në heshtje, dhimbjen se shëron as një pasuri. Shqipëri, sa nëna qajnë, sa babalar mbajnë dhimbjen në gjith. Mos e bëni shpresën një çmim, se përballë jush një jetë njeri.